Mos u ndiko nga opinioni ti, let me ndoj që doj. Ore, unë duhet të reagoj si kur së ndikohem. Alba, e ke mbyllur ti këtë histori me vetën tënde? Me ndjesi jo. Vetëm Jo me psikikisht. ndjesi, me logjik. Me logjik po. Je sigur? Si s'm dukesh se e ke mbyll. Pse? Sepse nga mënyra se si reagon. Pra, në momenti që ti mendon që e ke mbyllur këtë histori dhe ti me Limin i keni rrugët e ndara, ti mund të mbash dashurinë brenda, mund të vuash, mund të shkatërrohesh brenda, por ama opinioni ty nuk ka pse t'intereson më fare. Po pra s'duhet më interesoj, po ja derisa të më largohet pak si kështu. Prandaj se mund po qëndrova 3-4 ditë këtu, unë shkatërrohem më shumë, se sa bëhem më mirë. Po nuk është mëkat që ti përsëri, po ta përsëris, të hedhësh përsëri një mundësi tjetër në kosh, përsëri për hir të atij. Po besoj se ndoshta kam kap, ndoshta edhe maksimumi sa mund kap. Qa mund kap për shumë Alba? Maksimumi nuk e dim asnjëherë. Maksimumi nuk e di asnjëherë. Ti mendon që ke arrit në maj, po në fakt maja mund të jetë akoma më lart. Unë s'do të funksionoj fare duke menduar ato, ama ndjesia edhe kur e shoh në stop. Alba, dy mundësi ka që të flasim troç. Ose ti i bie të dalësh, edhe ti kësh, po prap unë nuk e di se si do shpëtosh nga gjithë këto historira, se do vazhdojnë të fliten, ose nëse do ta ndash mendjen që të rrish, duhet të bëhesh shumë e fortë dhe ta zgjidhësh në një farë mënyre dhe të vazhdosh rrugtimin tënd. Po s'kam çfarë bëj më edhe një gjë tjetër. Ja, ti thu shumë mirë ta ndaj. Për Zotin, du me e nda. Jo, kur s'po thot që s'dan, po. Ma Shumë e mirë e tha. sakt se kjo Po. nuk ka. Shumë mirë e A tha di Ylgerta. pse? Po, Pse nuk e din se çfarë ndikimi ose si mundet me të ndiku. Po prandaj unë nga që e di se si më ndikon, unë keni pa mund çaj do njerë gjithë ditën, gjithë natën, si kam çajt këta ditë? Dje, sot, Edhe mos mendo që nuk po na shqetëson fakti. Që është e bindën. Me ashu janë nisa bisedën. Mos mendo që Kemi nuk po pas na shqetëson debate, ka fakti. gjëra që s'm pëlqejnë. Kemi konsiderat Dhe ja kam thënë në sy, kështu janë nisa. S'jam loju në këtu, që tash po ta them sinqerisht. Se nuk ka tallje kjo. Mos me bota nisi si hipokrite. Shumë gjërat e ty mua nuk më pëlqejnë. Por ama, shpirtin nuk ta kam vënë ndonjëherë në diskutim. Ke këputur broçkulla sa të duash, ke lënduar njerëz, ke fyer, ama zemrën nuk ta kam vënë ndonjëherë në diskutim. Dhe unë po flas tani me Albën me zemrën e mirë. Nuk po flas me lojtaren që jemi zënë, jemi grirë, jemi bërë copa. Po të regojmë në një farë mënyre njerëzore. Nuk po e shoh fare Big Brother. Edhe ka dhe diçka po. Ka dhe diçka tjetër që po brëndon tani. Se unë po e shoh tani që janë fut Nita, Aurora, Beni, Londra, Klodi, deri diku. Sa herë që unë kam diçka kokë me Limin, ata futen dhe ja bëjnë qefin Limin dhe Limi ju a kthen, ju a bën bar. Mua aty vjen një gjë kështu për mbrënda, që nuk e duroj dot. Ata që qefi ka Benita me u përzin mes aty, që qefi ka Klodi, Londra, e mban mend që kur u futën në lavanderi edhe unë dola? Ti na respektove? Po pra, dola sepse flisni me njëri tjetrin dhe janë ca gjëra që nga njerë nuk futet loja. Sigurisht. Po. Tani, hiqe këtë pjesë, futen, s'futen, ata janë lojtarë, do shohin veten e tyre. Jo se s'jam dhe unë lojtarë dhe s'shoh veten time, po di respektin. Pjesa humane të unë bizotëron. E di qa vërejta nga gjithë banorët sot mëngjes përveç njërës. Ullëm me Limin aty për ta diskutu situatën tonë, gjithë na panë që isha me Limin, edhe po rrinin sa ndej, sa knej, sa të intereksi, dhe asë kush s'po vjente. Vetëm Nita erdi tak, paf ullë aty, ama e pa gjondjen. Tash Nita më vjen keq, ne duhet të ikim, jo se të duam ty, po është thjesht një bisedë ndërmjet nesh. Tani Nita, edhe në prajme, disi ma bëri, Alba, ti ke marrë rolin tani dhe unë po të them ty një gjë. E thash të lutem shumë Nita kur se i lafet, se përderisa mendon që ka marrë rolin, edhe ti si zonjë, mos e harxho energjit tuja, kohën tënde të flasësh me një njeri që ka marrë rolin.
edhe ju a di shumë për ndër gjithë juve tjerëve që nuk u përzit aty në mëngjes, që nuk erdhët me nashtu. Se ne kishim zënë atë vend që ulëm 10 veta, vetëm 2 veta. Dhe gjithë shkojmë në mëngjes aty dhe as kush nuk erdi. Është Zotin, e respektojnë maksimum. Zona cilat duoni me i shërty ju 2, mes jush. Dolçe tani ka marrë atë shkra që është limi, që po e mbron edhe limi. Unë një gjëm me limin kokok, ajo fat futet. Dhe kur futet ajo jam babar. Po more me Dolçen e ketë humbur davan. Unë me Dolçen e kam për raportin tim me Dolçe, beso ditin dhe këta gjëra. Unë nuk i kërkoj llogari Dolçes kuptimin që ajo është me limin. Vetëm për skuthllëkun që ma ka bë, lojtare si lojtare, edhe femra si femrës, pasha zot. Dhe tani po e komentoj Dolçen si lojtare. Erdhi limi, Dolçe asnjëherë përfshiheshte në mesin ton 10 veta diskutimet, flakta, zjarta. Erdhi limi, gjetin krah të limi, nisi Dolçe të flase nga pak, edhe desha t'i them po timoj, pas ke prit një mashkull që më dën krah me u fund diskutime dhe gjëra tjera, se derisa si ishte limi, ja bëde, smere mu me debatet, me bisedat e juja kot pa lidhje. Pre kur na që ka bërë debatet dhe bisedat tona tani me lidhje, që kur erdhi limi, i rrin limit krah, flet, komenton limi, hidhet edhe ajo me një laftë kështu kot në ajër. Po e komentoj si lojtare. E kuptoj. Si gjithë lojtare që e komentoj. Okej, tani, ti po themi kishe, po them pak me që po flet për lojtarët. Ti kishe një marrëdhënie me Bia. Po. Flinit bashk, etj. Po. Në momentin që erdhi limi, ta kam thënë aty që po palosje rrobat, ti ishe duke qarë, Bia po egzaltoje. Erdi limi, erdi limi. Okej? Pastaj ndodhi ajo që ndodhi me krevatin e me, që për mua prap vazhdoj të them që është skena më e shëmtuar që kemi parë në Big Brother. U zut, u grit, s'folët. Pastaj Bia erdi të kërkoj falje. Okej? E fale. Vazhduat po bisedoni, nuk po them që u bët shoqet ngushta, po po rrinit me njëra tjetër, po flisit ishit... Jo, më e ulleshte, po flise për limin, dhe po më thoshtë Alba do them një realitet për limin. Po, ti e pranove, kam qenë unë aty duke pirë kafe, ju të dyja duke për mua. Kena pas një 3 biseda, po. Okej. Tani, dje para prajmet, Limi i thot Bias që do ta jap një asist në kuptimin për ndenjur në lojë. Dhe Bia pa pritur u kthye prap, Limi e shoku i më i mirë, të rrërërërërërë. Dhe gjithë kohës ju keni bërë debatin në living, dhe ne ishim në gaming, Bia ishte kundra teje, dhe pro Limit dhe pro Dolçes. Në shef? Kupton? Po. Sepse priste që të rrinte akoma. Në momenti që doli, mua më ka thënë Gerta, ciao, me ty u përqafua si kur kishit qenë shoqet ngushta. Me gjithë faktu përqafua ashtu ajo. Jo, me mua erdi Gerta, ciao. Vërte? Po. Ftot fare. Nërsa unë gjithë i përqafoj ashtu, jo vetëm se Bia. Okej, po flasim për Bia. Okej, Bia. Pra, nuk është të më interesonë, se në një farë mënyre unë jam të regu shumë pozitive me të, nuk ma ka këthy me të njëtën monedh, po varja, nuk ka rëndësi. Bia ndronë të shumë non stop plakën si pas interesit. Bravo, atere. Pra, ti mos u merë me ta nxorra gjithë këtë për të kuptuar që këtu kanë arë se cili për veten dhe do bëjnë ato që u intereson për veten. Pra, mos u merë me Dolçe. Jo, por Dolçe në raport me mu si lojtare, pa shatë zotë. është lojtare, pra, iqe. Mos u merë fare me ato. Ja marru me pjesën demaskimit tjerve. Meru me situatën që është me Limin dhe që Dolçe është, po themi, personi i tretë dhe është futur në këtë trekëndshin. Mos e merë, më tha kështu, më tha ashtu. Nuk po ta bën Dolçe, po mos ta kishte afruar Limi. Jo, afrimite e shife, Alba nuk përzijem të pjesa, Dolçe është afru me Limin dhe pse Dolçe apo ma bën mu këtë gjë. Fare nuk përmerë ma pjesë. Unë të regova vetëm që skuthllëku ka bë ajo dhe po e komentoj si lojtare. Do bëj pjesën e vetë. Momenti që ajo ka vendosur, në qoftë se ajo ka vendosur të rri me Limin, atëherë do ta mbrojë atë gjën, mos priti të hapi rrugën. Apo do të bëhet e mirë ty. E di? Pra. Dhe mu më takon, në rrasë se mendoj unë që kam diçka të demaskoj të Dolçe, unë e bëj. Po s'ka lidhje me Limin, unë e dishe jo kam të Limit. Jo, ajo ka lidhje me Limin, se në momentin që s'do ishte me Limin, ti s'do ishe marrë me Dolçen. Po di pse? Se në momentin që erdi Limi, u zbulun 2 personajet e unë për skuthllëkun që më kam bërë. Bia dhe Dolçe. Kupton? Po. Fjala e Limit dhe prezenca e Limit këtu, nëzorin në pak 2 skuthllëqe nga 2 femra. Dolçe dhe Bia.
Dhe tani, Hygerta, unë e di si jam marrë çdo javë këtu me banorët, si vjen momenti, si vjen situata. Po. Kur erdhi limi, dolën 2 situata interesante nga 2 banore, Dolçe dhe Bia. U mora njërë me Bian, ashtu si i takonte, dolën në pa gjërat me Dolçe dhe unë tani me Dolçen për i lidh që javën e parë, qa ka bë me mu dhe si ka fol me mu, sidomos për çështjen time, dhe tani që e ka ndryshu plakën, se kur e ndryshoj plakën Dolçja para meje, tani që erdhi limi, ta kishte ndryshu Dolçja me mu plakën, para se të vinte limi, unë atëherë do merresha me Dolçen. Po, ardhja e limit këtu, bëri 2 femra të ndryshojnë plakën. Dhe të dalin disa të vërteta, disa skullëqe. Po. Tani, ku na ka ndodhur ne të dyjave në një përplasje, se kemi mendu neve që ti mendon për mu diçka gabim, edhe je përplas me mu në ata momente që ka ndodhur. Po. Edhe unë, kur e kam pas me ty, jam përplas në ata momente që ka ndodhur. Tani unë me ty nuk kam diçka përplasje. Kupton? Dhe nuk po mere me ty. Unë përplasjen e kisha me Bian, u realizu, unë mbyll kapaku me Bian. Edhe Bia, e di pse më ka ardhur mua ata ditë. Ka ardhur se e dinte që ishte në nominim, e Ja dinte që mund thashun, dilte, ja dhe u thash. afronte me mu me marr pak vëmendje se fjala me fitu shpresë për ta vazhduar Ja javën tjetër. thash, po. Dhe unë e di si i thoja Bias, i thoja faleminderit që po më thu, po unë prapë të mundem të të besoj dhe të të afroj. Këtë ja kam thënë Bias. Po i kam thënë gjithsesi mos e krijo ti vajbin që do dalësh, mbaj shpresat. Nese, e kisha fjalën që mos u merr me pjesën tjetër, thelbi dhe problemi jot i madh është limi. Po, problemi real e kam me limin. Atëherë, Të Dolçës se kam problem loja. ajo Ku është, pllëku në loj. Po problemi real unë vetëm me limin e kam këtu mas një lojtar tjetër. e pra,